Shqipëria është përfshirë nga moti i keq këtë të shtunë. Rreshje të dëndura dëbore kanë rënë në çdo qark, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve. Për pasojë është bllokuar aksi rrugor në bajpasin e qafës së Murrizit. Verilindja gjithashtu është mbuluar nga dëbora. Përkeqësimi i kushteve të motit pas mesnate nisi me rreshje dëbore dhe erëra të forta. Trashësia e dëborës varion nga 15 deri në 40 cm, teksa problematikat janë shfaqur në rrugët nacionale dhe rurale. Në rrugën e Kombit qarkullimi kryhet me vështirësi për shkak të shtresave të dëborës, si pasojë e erërave të forta. Rreshje dëbore me intensitet në zonat malore ka pasur edhe në qarkun e Elbasanit. Aktualisht aksi nacional Librazhd-Peshkopi kalohet vetëm me zinxhir, pasi përveç dëborës ka edhe shumë grica. Fshatrat malor po ashtu kërkojnë lëvizje me goma dimërore apo zinxhir, si në fshatrat e Qarrishtës, Stoblevës, Sopotit dhe Rajcës. Rreshjet e dëborës kanë nisur edhe në aksin Elbasan-Qaftan. Rruga aktualisht është e kalueshme pa probleme. Policia kërkon kujdes të shtuar nga drejtuesit e automjeteve. Ndërsa për sa i përket situatës në veri, Autoriteti rrugor shqiptar shprehet se në terren janë bërë pastrueset të cilat po ndihmojnë në hapjen e akseve rrugore. ARSH këshillon që të gjitha automjetet të lëvizin me zinxhir dhe goma dimërore. Firmat kontraktore për mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugëve po punojnë intensivisht për të pastruar borën dhe inertet që bien, si pasojë e rreshjeve të shiut. Policia e shtetit apelon për drejtuesit e mjeteve që të moderojnë shpejtësinë dhe të ruajnë distancën e sigurisë me mjetet e tjera në rrugë, të mos kryejnë parakalime të gabuara dhe të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të automjetit. Gjithashtu policia e shtetit apelon që qytetarët të mos qëndrojnë në vende të pasigurta, pasi duke qenë se për shkak të rreshjeve dhe të erës mund të rrezohen pemë ose mund të bien sende të forta nga lartësitë. Policia e shtetit është në gatishmëri të plotë edhe për çdo rast nevoje për drejtuesit e mjeteve, por edhe për qytetarët, të cilët mund të telefonojnë në numrin pa pagesë 112, thuhet në njoftimin e policisë.